Steven Shpendi është gati të kthehet sërish në Seria A. Cagliari është pas sulmuesit shqiptar, ndërsa projekton ndryshime në repartin ofensiv. Shpendi shpërtheu në Serin B gjatë edicionit të fundit. Plot 15 gola të shënuar dhe 2 të tjerë të asistuar bën që Empoli të mos bie nga kategoria. Kontrata e tij vlen deri në vitin 2029. Për këtë mbetet për të mësuar oferta e Cagliarit. 23 vjeçari ndërkohë nuk është ftuar asnjëherë nga kombëtarja e Shqipërisë. Rikthimi në elitën e futbollit italian mund të asistojë për t'i bërë përshtypje trajnerit Maran. Steven Shpendi ishte heroi i Empolit në këtë sezon. Dje shënoi 2 gola për t'i siguruar klubit mbijetesën në Serin B, ndërsa mjaftoi barazimi 2-2 ndaj Monzës. I pari erdhi pas 32 sekondash lojë, ndërsa më vendimtari në minutën e 91. Shpendi e mbylli i treti në renditjen e gola shënuesve me 15 gola. Pas ndeshjes, i emocionuar, tha fjalën e tij. Çfarë emocionesh, çfarë ndjenjash për këtë mbijetesë të arritur kështu? Ishte vërtet një mbijetesë e pabesueshme. Ndjem emocione shumë të forta. Luftuam kaq shumë për të arritur këtë qëllim dhe arritja kështu na bën vetëm të festojmë në maksimum, me lumturinën më të madhe. A mund të na tregoni pak edhe se si shkoi festimi në dhomën e zhveshjes? Festimi po shkon vërtet mirë, po festojmë si të çmendur në dhomën e zhveshjes sepse vuajtëm shumë, siç thash më parë. Dhe edhe tani, pas kësaj interviste, do të vazhdoj të festoj me ta sepse e meritojmë. Të gjithë këta shok skuadre e meritojnë për sa shumë kemi vuajtur këtë vit. Çfarë mendoni se bëri ndryshimin në gjetjen e energjisë, forcës, zgjidhjeve për të dalë nga një situatë e vështirë? Jo, ishte padyshim thelbësore që biseduam me njëri tjetrin kaq shumë herë për të arritur në një pikë ku i dham vërtet njëri tjetrin forcën, të gjithë së bashku. Gjë që donim të bënim, të luanim si ekip, jo si individ, të ndihmonim vërtet njëri tjetrin në këtë. Kjo bëri ndryshimin në këtë ndeshje finale dhe ne dham gjithçka. Shënuat 15 gola. Çfarë mësoni nga ky sezon? Jam vërtet shumë i lumtur me sezonin tim për sa i përket shënimit të golave, dhe pastaj sigurisht shënimi i këtyre 2 golave sot, pasi bëra gabime javën e kaluar, ishte pikërisht ajo që doja, sepse gjithë javën kam punuar për të rifituar përgjegjësinë për këtë ndeshje, pas gabimeve të mia, dhe nuk mund të kisha kërkuar asgjë më të mirë. Cila ishte gjëja e fundit që ju shkoi ndërmend kur e pat topin të shkonte në rrjet? E po, gjëja e parë që mendova ishte nëse do të kishim qenë të sigurt me këtë gol. Sinqerisht. Po pyesja veten nëse ishte një vendim për pozicion jashtë loje. Nuk e di. Sapo gjyqtari sinjalizoi, menjëherë pyeta Stolin se cila ishte renditja, nëse ishin të sigurt apo jo. Pra, kjo është gjëja e parë që më shkoi ndërmend.